Një etapë e re për rinin shqiptare nisi me prezantimin e vizionit të ri të Agjencisë Kombëtare të Rinisë nga drejtoresha e përgjithshme Sara Bodo. Një vizion i ndërtuar mbi bashkëpunimin, zhvillimin dhe fuqizimin real të rinjve, ku hodhën themelet e një qasje të re për politikat rinore në Shqipëri, më pranë të rinjve, më konkrete në rezultate dhe më të orientuara drejt standardeve europiane. Agjencia Kombëtare e Rinisë ka mbështetur 117 organizata dhe projekte rinore me një financim prej mbi 306 milion lekësh, duke prekur mbi 70.000 të rinj në të gjithë vendin. 22 bashki janë mbështetur me mbi 169 milion lekë investime nga qendra rinore, biblioteka dhe hapësira moderne dedikuar të rinjve, nga të cilat përfitojnë mbi 268.000 të rinj shqiptar. Ky vizion po konkretizohet përmes thirrjes publike 6 për organizatat rinore dhe thirrjes publike 5 për bashkit. Përmes këtyre skemave të financimit, Agjencia Kombëtare e Rinisë po mbështet projekte të reja rinore dhe investime në infrastrukturën rinore, duke krijuar më shumë qendra rinore, biblioteka dhe hapësira moderne, ku të rinjt mund të mësojnë, të zhvillojnë aftësitë e tyre, të bashkëpunojnë dhe të kalojnë kohë cilësore në komunitetet e tyre. Për te i financimit të projekteve, Agjencia Kombëtare e Rinisë ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe në forcimin e kuadrit ligjor për rinin shqiptare. Një nga rritjet më të rëndësishme është avancimi i ligjit për vullnetarizmin. Për herë të parë në Shqipëri, puna vullnetare merr status të plot ligjor dhe institucional. Çdo i ri që kontribon në komunitet do të ketë njohje dhe dokumentim zyrtar të angazhimit të tij, ndërsa certifikata e vullnetarizmit do të shërbejë si një vlerë e shtuar në tregun e punës, duke njohur këtë kontribut si një eksperiencë reale pune dhe të vlefshme profesionale. Një tjetër investim madhor është programi Europian Youth for Youth, me një fond prej mbi 1.6 milion eurosh. Programi do të mbështesë organizatat rinore, organizatat për të rinj dhe shoqatat sportive në të gjithë Shqipërinë. Programi do të financojë iniciativat që promovojnë pjesëmarrjen rinore, përfshirjen sociale, sportin, kulturën, punësimin dhe zhvillimin e komuniteteve, me synimin për të përfshirë mbi 10.000 të rinj në të gjithë vendin. Lajmi më i mirë për mira të rinj vjen nga Garancia Rinore, një nga investimet më të mëdha për të rinjt në historinë e Shqipërisë, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, me një buxhet prej mbi 63 milion eurosh. Programi synon që çdo i ri pa punë ose jo aktiv të marrë një ofertë konkrete për punësim, trajnim ose arsimim brenda 4 muajve nga regjistrimi, një program transformues që pritet të hapë dyert e tregut të punës për mira të rinj dhe do të krijojë më shumë mundësi për një të ardhme dinjitoze dhe të qëndrueshme. Paq frymëzues është programi Talenteve Rinore, i krijuar për të mbështetur të rinjt në art, kulturë, sport, shkencë dhe teknologji, duke mbuluar kostot e udhëtimit dhe akomodimit për pjesëmarrje në aktivitete dhe gara ndërkombëtare. Duke promovuar ekselencën shqiptare, programi po u jep mundësi talenteve shqiptare të përfaqësojnë vendin dhe të zhvillojnë potencialin e tyre pa pengesa ekonomike, sepse talenti lind kudo dhe meriton të ketë mundësi të barabarta për të shkëlqyer. Një tjetër sukses i rëndësishëm është funksionalizimi i Këshillit Kombëtar të Rinisë. Pas përfundimit të procesit zgjedhor, Këshilli Kombëtar i Rinisë funksionon sot si një mekanizëm real përfaqësimi, konsultimi dhe advokimi, duke garantuar që zëri të rinjve të jetë pjesë aktive vendimarrjes dhe politikbërjes në Shqipëri. Për të fuqizuar më tej këtë rol gjatë 15 muajve të ardhshëm, së bashku me kompaninë kontraktuese EduTrade SA, do të zbatohet në të 61 bashkitë e vendit një program kombëtar me vlerë mbi 400.000 euro. Ky program synon të forcojë më tej Këshillin Kombëtar të Rinisë dhe Këshillat Vendor të Rinisë, duke rritur kapacitetet e tyre dhe duke konsoliduar rolin e tyre në përfaqësimin dhe fuqizimin e të rinjve në nivel kombëtar dhe vendor. Përmes trajnimeve, aktiviteteve, fushatave ndërgjegjësuese dhe mekanizmave të rinj të bashkëpunimit me institucionet, programi synon të vendosë të rinjt në qendër të vëmendjes, të rrisë pjesëmarrjen qytetare dhe të ndërtojë një brez të ri liderësh të angazhuar në zhvillimin e komuniteteve të tyre. Një hap historik është edhe mbështetja për grupet jo formale rinore. Për herë të parë, grupet e të rinjve pa status juridik do të kenë mundësi të përfitojnë mbështetje financiare për idetë dhe iniciativat e tyre, duke hapur një kapitull të ri për aktivizimin qytetar dhe pjesëmarrjen rinore në Shqipëri. Ndërkohë programi kombëtar i praktikave të punës vjon të krijojë ura konkrete mes të rinjve dhe institucioneve publike. Përmes 10 viteve të zbatimit të tij, mbi 1.600 të rinj kanë përfituar përvojën profesionale në administratën publike dhe institucionet vendore, duke ndërtuar rrugën e tyre drejt tregut të punës. E armja që përdortoni sot nuk do të duket menjëherë. Nuk do të ketë gjithmonë duar trokitje.
nuk do të ketë gjithmonë dritë reflektorësh, por do të jetë e qëndrueshme. Suksesi nuk është kurrë linear, disa eci më shpejt, disa eci më ngadalë, por e rëndësishmja është të mos ndaleni. Në të njëjtën kohë, Agjencia Kombëtare e Rinisë po zgjeron partneritete ndërkombëtare dhe po përgatit projekte të reja europiane me synim për të sjellë më shumë investime, më shumë programe dhe më shumë mundësi për të rinjt shqiptar. Përmes bashkëpunimit me partner ndërkombëtar dhe programe të Bashkimit Evropian, po kryojnë mundësi të reja për shkëmbim përvojash, zhvillim aftësish dhe angazhim të rinjve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Sot, Agjencia Kombëtare e Rinisë është kthyer në një motor zhvillimi për brezin e ri shqiptar, nga punësimi te talenti, nga vullnetarizmi te projektet europiane, nga pjesëmarrja demokratike te leadershipi rinor. Një institucion që po ndërton çdo ditë më shumë mundësi, më shumë mbështetje dhe më shumë perspektiv për të rinjt në të gjithë Shqipërinë. Përmes reformave, programeve dhe partneriteteve strategjike, Agjencia Kombëtare e Rinisë po afron Shqipërinë me standardet europiane të politikave rinore dhe po kontribon drejt për drejt në procesin e integrimit europian të vendit. Çdo projekt i mbështetur, çdo hapësirë rinore ndërtuar, çdo i ri i punësuar, i trajnuar apo i angazhuar, është një hap konkret drejt Shqipërisë europiane që po ndërtojmë së bashku, sepse integrimi europian nis me fuqizimin e të rinjve dhe me investimin te brezi i ri që do të udhëheqë të ardhmen e vendit.